u mbushur ende 2 muaj nga vrasja e shekullit, një tjetër ngjarje tronditi Tropojën dhe Llapament Tiranën. Mes natën e 29 tetorit 1998, një grup i madh personash të armatosur grabitën për herë të dytë brenda 10 muajve bankën e kursimeve në Tropoj. Por këtë radhë grabitja ishte më spektakolare dhe shumë e përfituar më e majme. Pas grabitjes së janarit, banka e kursimeve kishte ndërtuar një ambient të ri, këtë radhë më të betonuar dhe shumë më të sigurt se herën e parë. Së paku kasaforta e re e bankës së kursimeve në Baramculli ishte nga më të sigurtat në vend. Por, grabitësit që rezultojnë të jenë e njëjta dorë si në rastin e parë, e kishin marrë parasysh këtë fakt. Nëse përdornin eksploziv për të hapur kasafortën, duhej një sasi aq e madhe sa rrezikonte të rrafshonte për tokë jo vetëm godinën 4 katësh ku ndodhej banka, por edhe pallatet 5 katësh rreth saj. Për t'i bërë ndërmarrje sigurisë së kasafortës, grabitësit kishin menduar një plan origjinal. Ata morën në mes të natës me forcën e armëve drejtuesi në një vinçi të tonazhit të rëndë, i vetmi atij lloji që ndodhej në rrethin e Tropojës. Vinçieri e shpërtheu murin ansor të bankës dhe më pas e shkuli nga vendi kasafortën e blinduar, duke ngarkuar në karroceri në një kamioni. Nga ky moment super kasaforta e bankës së kursimeve nuk ishte më e blinduar. Ajo ishte thjesht një ark metalike me plot 620 milion lek brenda saj. Kasaforta u transportua në një vend larg qytetit, ku një mjeshtër saldator punoi i pashqetësuar për ta nxjerrë jashtë funksionit. Komisariati i Baramcullit, që këtë radhë kishte godinën e bankës edhe 50 metra më afër se herën e parë, as që e mori mundimin të hynte të lashëve me grabitësit. Një ditë më pas, lideri i opozitës Sali Berisha e akuzoi drejt për drejt qeverinë socialiste se jo vetëm ishte implikuar në këtë ngjarje të turpshme, por në këtë formë kishte shpërblyer me një shumë të majme vrasësit e Azem Hajdarit. Në objektivin e akuzave të shefit të OPD-s, ishte i njëjti personazh, Fatmir Haklaj dhe njerëzit e tij. Edhe pse kanë kaluar shumë vjet nga kjo ngjarje e rëndë që diskreditoi shtetin shqiptar, autorët e grabitjes nuk u vënë kurrë para drejtësisë. Në fundin e dhjetorit të 1998, 3 ditë përpara ndërrimit të viteve, Fatmir Haklaj bën një tjetër veprim të papritur. Banorët e Tropojës kishin afro 3 muaj që nuk kishin marrë rrogat dhe pensionet që nga momenti kur u grabit për herë të dytë banka e kursimeve. Për të transportuar ngarkesën e radhës drejt Tropojës, u caktuan forcat speciale të Reneas. Pavarësisht se ishin njësia më e mirë e policisë shqiptare, as specialet e Reneas kishin garanci se nuk do të goditeshin gjatë udhëtimit me një vlerë parash prej 800 milion lekësh të vjetra. Për t'i paraprirë çdo të papriture, trupat speciale dërguan në Tropoj 2 ditë përpara se të çonin parat 2 pjesëtarë të repartit nga e njëjta zonë. Ata biseduan me Haklajn dhe njerëzit e tij dhe kërkuan të mos kishin të lashe. Specialët nga ana e tyre i garantuan njerëzit e Fatmirit se nuk kishin punë me ta, pavarësisht faktit se mund të ishin ose jo persona në kërkim. Si shkëmbim ata kërkonin të mos hasnin asnjë pengesë gjatë përmbushjes së misionit të tyre. Duke qenë se rrugët toksore ishin të pasigurta, u zgjodh që transporti i parave të bëhej me helikopter. Më 28 dhjetor 98 një helikopter i forcave speciale u nis drejt Tropojës. Moti i keq dhe era e forte e detyroi helikopterin të ulej në një zonë të vështirë. Të bllokuar në Borë, forcave speciale u erdhi në ndihmë Fatmir Haklaj dhe disa persona që qëndronin me të. Pas disa orësh, thasët me 800 milion lekë u depozituan në objektin e rikonstruktuar të bankës së kursimeve në Baramculli. Këtë radhë askush nuk guxoi të prekte rrogat dhe pensionet e tropojanëve.
ndërkohë që ngjarja u publikua në media duke bërë jehon të madhe. Disa javë më vonë, në prag të luftës së Kosovës, gazetari italian i Corriere della Sera Giuseppe D'Avanzo raportonte nga Baramcuri se Fatmir Haklej ishte Robin Hood dhe në të njëjtën kohë sherifi i Sherwoodit. Ai si sherifi i Sherwoodit gjatë ditës, sillte në tropoj rrogat e shtetit dhe në darkë ishte ndërruar në Robin Hood, grabiste bankën. Pavarësisht akuzave të shumta opozita apo përshkrimeve prej gangsteri që i bënin gazetarët e huaj, organet e drejtësisë nuk akuzuan asnjëherë zyrtarisht. E ca më pak të provonin se Fatmir Haklej ishte implikuar në 2 grabitje të bankës së kursimeve, që në total kapnin një vlerë prej 1 miliard e 100 milion lekësh të vjetra.